Mirë, kthehemi live. Kjo ishte pra që e folëm me Karamuçun në fund pjesës parë, për ky vendim i hidhës, cili duket pak, por ndikon shumë për sa i përket edhe imazhit të policisë dhe luftës të korrupsionit brenda rreth vetë uniformave blu. Po, fillimisht dua të pyes për këtë një mik timin personal të emisionit, i cili është rikthyer pasi fitoi një betejë të vogël me Shëndetin, një ndeshje e futbollit me porta të vogla. Kuptohet jo shumë, është me Martin Lega. Martin, mirë se na erdhe. Faleminderit, Mr. Gjeta. Duke që e ke lënë cigaren dhe ky është një super lajm i mirë. Ja ke lënë dhe ti një vest keq. Si e ke parë, si e pe veprimin e policisë gjatë protestës dhe sigurisht a ka një, a duken shenjat janë, po nuk e di, a duket që do kemi një epokë të re të uniformave blu? Nisur nga rasti i fundit, padyshim që unë mendoj që aksioni për kapjen e atij grupit militar, le ta themi, i cili dispononte Molotov, që është padyshim janë armë zjarri të dëmshme dhe që krijojnë jo vetëm shqetësim në popullatën e demonstratës ku organizohet, po krijojnë edhe një lloj shqetësimi edhe tek i sheh. Unë mendoj që është hapi duar dhe ne duhet mësohemi tashmë, jo nisur nga praktikat, ka qenë praktik para 35 vjetës, para 30 vjetës, para 20 vjetës, e tjerë, kështu është niveli i politikës gjatë këtyre demonstrata, por duhet të ndryshoj, si që po ndryshon, policia dhe të krimi i çdo lloji i qoftë dhe i kudo qoftë, duhet ndëshkuar dhe hapi që bën policia është padyshim, është fiks ajo sinteza që keni me presh dhe me prangat në duar, është gjetje interesante dhe që duhet përgëzuar policia dhe duhet patjetër të jetë në nivelin e duhur. Më bëri përshtypje tek kronika që thoshte jo më kontrollit rutinë. Jo vetëm kjo, por ndonjëherë njerëzit duhet të kujtohen dhe të jenë të vëmendshëm për detyrimet që kanë ndaj ligjeve dhe të punojnë për mos shkeljen e tyre. Unë kam një rast konkret, nga që realisht unë nuk i thyej rregullat e qarkullimit, maksimumi nëse kam marrë ndonjë job për parkim, padyshim, por i zbatoj rregullat e qarkullimit, kështu që nuk kam pas nevojë të më ndalojnë dhe unë kisha shumë kohë që s'më ndalonte një polis. Një ditë duke ikur për Lezhë, rastësisht më ndalon. Edhe mund ke rreth rrotullimi, mos më thuaj ti. Po, edhe unë pyeta polisin i lidh, pa i shpejtësituar, po pse ndalon dokumentat? Po për çfarë dokumentat? Po pra, po mu më ndihmoj në fakt. Ty të ka prish punë, mua më ndihmoj. Nuk më prish punë, më prish i gjendjen. Po, nuk më prish i punë. Padyshim, sepse unë s'kam një problem, se unë i ndaloj, i dhash dokumentat patjetër, po pyetjes pse mi kërkon dokumentat, s'mi dha përgjigje dot. Padyshim. Po në rastin konkret, unë i dhash vetë përgjigje sepse mua më kishte mbaruar patenta 2 vjet. Kisha 2 vjet që unë udhtoja me patentë skaduar. Mirë po, ai më tha që ai di tha që ke 2 vjet me patentë skaduar. Unë i thash, nuk e di dhe faleminderit që më tregove, unë kisha 2 vjet. Ti she ke përjashtime që vërtet o rregulle. Pa dyshim. Por ne duhet ta zbatojmë gjithmonë rregullat dhe unë isha jo vetëm për job, po isha për shumë gjëra. Jo, me thënë vërtet mbas kodit je çik më rënd se kaq, po s'po ta themi. Unë isha për burg. Okej, e the vet. E Tleva, megjithatë, po nisem nga urdhri i fundit i hitës për të dalë tek problemi kryesor që mendoj mund ta diskutojmë. Unë mendoj që nga momenti i kanavizimit, i periudhës kanavizimit, uniforma blu, për fat keq që tregojnë statistikat, edhe rastet konkrete nga oficerët lartë deri sigurisht tek temit e policë thjesht, janë prekur shumë nga fenomeni i korrupsionit. Po. Ka qenë një problem gjithmonë, është problem për gjithë shoqërinë, po mendoj që nga periudha e kanavizimit e këtej, pra le themi kur policia u bë pjesë e strukturave nga cilat ne duhet na ruaj,
mendoj që nuk po them fatale, po është dramatike. Në një farë mënyrë temi infiltrimi elementëve korruptiv në radhë uniformave blu. A mendoni që Hita, i cili duket që e ka të lartë nivelin e imunitetit, por ndryshe nuk do kishte rezistuar kaq kohë i pacënuar, ai është edhe i dekoruar shpeshherë nga disa qeveri për aktivitetet e tij, a mendoni që Hita mund të jetë iniciatori një periudhe katarsis të uniformave blu? Nuk po them ta realizohet, po të paktën ta nisi këtë proces. Kur zgjodh Skënder Hita, drejtues policie, e përmenda në emision këtu që është një person që ka ngjitur të gjitha shkallët e karrierës, grad pas grade, gjithë ecurinë në karrierë ka bërë pa shkëputje, domethënë me meritat e tija dhe ka provuar çdo pozicion në Policinë e Shtetit. Sigurisht që kjo është një frym dhe është deri diku edhe iniciativë personale e drejtuesit të policisë, për aq kohë sa ka nisur tashmë dhe po shohim diçka që po ndryshon, do të thotë që nuk është se është diçka që nuk e parashikon ligji dhe nuk e parashikon ligji policisë, rregulloria e policisë dhe gjitha normat, aktet normative që janë në fuqi për të bërë këto urdhërime, telegrame dhe gjitha çfarë firmos drejtori i policisë. Nuk e di pse mund të mos i kenë bërë të tjerët, por besoj që ky është një hap i rëndësishëm për të ndryshuar diçka në frymën e policisë, në mënyrën se si sillen, se si përballen me qytetarët në terren, dhe për gjithë tjerët me radhë shoh edhe më pas tek çështja e hetimit edhe për të shkuar më lart edhe tek kriminaliteti. Besoj me këto ritme dhe me këto lloj forme që ka nisur punën e tij, do kemi rezultate edhe më të mira, besoj unë. Fatjon? Policia, korrupsioni dhe a do mundet vetë policia ta luftoj brenda vetes vetë këtë gjë? Së pari njerë unë bëj vlerësimin ndaj drejtuesit të ri të Policisë së Shtetit për mënyrën se si qasja e re e tij, për mënyrën e ndryshimit të mentalitetit drejtimit është shumë e rëndësishme. Nëse pati një iniciativë për heqjen e kontrollit në për akset kryesore, për vendosjen e patrullave apo të radarëve në rrugët kryesore është mirë pritur nga publiku. Por do të shkohet drejt një teknologjie, kjo është kontrolli në vetë radarëve apo droneve, kur dronet sot po ndryshojnë botën, po ndryshojnë strategjitë të luftrave, po shikojnë se çfarë efektesh kanë ato. Po hym drejt inteligjencës artificiale dhe kjo duhet të jetë edhe në Policinë e Shtetit. Dhe pra aq kohë sa duhet shkojmë drejt një ndryshimi të tillë, patjetër kërkon edhe një trajnim të punësve të policisë. Kërkon një rikualifikim të tyre dhe sigurisht ngritjen e strukturave ose rishikimin e strukturave të policisë. Për shembull, nëse flasim për kontrollin me radar, është shumë më e mirë kontrolli me radar se sa me një patrull policie. Sepse e para nuk ekspozon forcat e policisë, është një model i vjetër, ju e thatë që e ka hequr dhe Malizi, por kryesisht është një eksperiencë ballkanike. Kisha vite pa qenë, po ikse Malizi. Eksperiencë ballkanike, e ka Maqedonia, e ka Malizi, pra në vendet ballkanike ku shkonte nga Shkodra. Kroacia, po thonë Kroacia e ka hequr. Po dhe Kroacia ka qenë llatar, ishin të fshehur, ishte të merri rrugën sa të mallkojë veten që e merr territorin për të përshkruar për të ardhur në territorin shqiptar. Pra duhet të përshkruajë një kalvar të gjatë, postobllokësh, bllokësh të fshehur etj dhe vështirë të vijë me patentë. Maqedonia më mend merrshin e pasaportën. Shkonte deri në atë pikë pasaporta është provë shteti shqiptar. Atëherë Shqipëria po bën rrugtimin drejt vendeve bashkimit evropian, sigurisht që duhet përgatitesh për të qenë i tillë dhe kjo duhet të bashkohet drejt formateve dhe drejt nivelit të këtyre policive. Për shembull, vendosja e radarëve ka një kosto të lirë, mos mendon dikush se do vendosësh radarë do shtrish kabllat. Sot në radiosimi bën transmetimin e dronave, njoftimi paraprak, sikurse është në të gjitha vendet ku kanë autostrada, 250 mbi bazën e shpejtësisë aksit të rrugës, duke bërë njoftimin paraprak për automatja e sistemit të mesatar të shpejtësisë që quhet sistemi tutor dhe mund të përdorish. Kamera është një kuti, është projekti, është softueri që ti vendos. Dhe çfarë ti kërkon? Atëherë në vendosjes tyre mund të kesh shumë më tepër se sa radari, i cili mat vetëm shpejtësinë apo mat, po themi, ato momentet e sjelljes të një drejtuesi mjeti, për sa mund të kontrollojë parakalimin e gabuar dhe pra mund të kontrollojë sjelljen e drejtuesit mjetit, mund të kontrollojë targat e vjedhura të makinave, të cilët shpesh kanë qenë pjesë të atentateve. Jo, kam part në një kolegu tim i cili ma tregoi, dhe ishte ai ishte i mërzitur për shkak gjopës, kuptohet, ishte mërzit, po nga ana tjetër ishte koshient që e kishte shkel shpejtësinë sepse ishte fytyra e tij, fotografi, targa e makinës, niveli i shpejtësisë ku duhet ishte dhe niveli i saj kishte kaluar. Prandaj themi, një gjë e tillë
ti ngren duar lart dhe nuk ke as mundësi ta kontestosh, as ta kundërshtosh, as pagush një job, pra job në thojsa, pra rishpet, pra ti shkon atje, paguan jobën se s'kesha mbështetje dhe pastaj automatikisht je më pak e prirur për ta bërë një gjë. Edhe investimi që u bë për makinat inteligjente, për mua ishte i panevojshëm, sepse makinat inteligjente janë më shumë si gracka. E vendosti në një akt caktuar, edhe bë gracë Ato të që një sa të gjë. vogla grish e i vendosin. Shkje një të gjë, nuk vetëm se shtoi statistikat, sa i gjoba kanë marë, sa persona janë ndëshkuar si drejtues të automjeteve, por normalisht nuk është se e zgjidhi problemin. Plus se kam përshtypjen, nuk e di Fationa, heq kjo dhe këtë çështën se ne në Tiranë jetojmë. Dhe ne e dinim shumë mirë që policët e trafikut shfaqeshin jo për temi, po shfaqeshin